Gjeni se çfarë do përgatisim tani. It's sushi time! Nuk e di kur ju dëgjoni fjalën sushi, çfarë ju vjen në mendje sepse ka shumë sushi lovers ose ato që duan sushin dhe sërish me shef Xhema jam këtu në gatuaj në dritare për të bërë sushi. Xhema, sushin e pëlqejnë të gjithë, tashmë gjithë Tirana është mbushur me sushi, çdo restorant tashmë ka atë menun e vet të sushit. Pse kjo gjë e duan shumë shqiptarët sushin? Është një trend. Okej, trend. Ka filluar që të përhapet shumë, por këtu po bëjmë sushi pa salmon, pa karkalet, kështu që pa ton. Po, sepse është një sushi vegan për gjithë, ndoshta dhe personat që janë vegan ose personat që duan të kenë një sushi të shëndetshëm, sepse shpesh herë nuk e konsumojnë dot edhe salmonin, i cili është crudo i pabërë, si Unë të drejtën edhe vetë nuk konsumoj dot. Pikërisht. Kështu që normalisht është me zgjedhje. Sot normalisht sushit i shërbejmë edhe vegetariane dhe vegane. Sot kam zgjedhur të bëj një sushi vegan, që njerëzit ta shikojnë konkretisht se çfarë bëhet në brendësitë e sushit. Më kupton, sepse normalisht nga jashtë më shohësh avokadon, shohësh edhe orizin, por çfarë ka brenda është puna që jep të shihen aq të veçantë, aq të mirë që njerëzit realisht i kërkojnë shumë. Është një sushi vegetarian dhe vegan, ka një kërkesë të lartë nga klientët tanë. Super fare dhe mbi të gjitha ne do mësojmë, sepse do e shohim këtu direkt në gatuajin e dritarë se si bëhet ajo forma e rollcave, si gjithmonë, ndoshta njerëzit nga shtëpia mund të përgatisin, mund të mundohen që ta bëjnë, por duan gjërat e veçanta që Xhema patjetër i ka këtu edhe. Dua të shpjegoj edhe diçka. Po. Që ndaj e thash që do ta shohim në brendësi se çfarë ka, sepse ka raste që klientët kërkojnë normalisht sushi me orizin nga jashtë, siç do e bëj edhe unë tani. Edhe është ajo pjesë që unë se konsumoj dot sushin me salmonin nga jashtë, kupton? Sepse nuk e preferoj. Ka ato që nuk e pëlqejnë algën nga jashtë, kupton? Edhe thot, Xhema, më bëj një sushi pa algë. Kupton që është e pamundur. Okej, po algën do e ketë, po thjesht do e ketë në brendësi. Okej, thjesht mos ta shoh, kupton? Se unë shijoj shumë sushin, po thjesht nuk dua ta shoh algën nga jashtë, kupton? Se i duket Fiks, është e vërtetë edhe mua në fakt ashtu më pëlqen më shumë që alga të jetë brenda. Gjithsesi alga është aty dhe vlerat ose çdo gjë. Sigurisht, alga është shija e sushit, kështu që. Pastaj normalisht kombinimet janë nga më të ndryshmet dhe çfarë do na duhet Xhema për gjithë këtë për sushin vegan? Atëherë, unë sot kam zgjedhur siç e thash edhe pak më përpara, sushi vegan. Normalisht duhet alga, orizi sushit, karrot, avokado, që është shumë e rëndësishme në këtë rast, kastraveci, mango edhe majoneza vegane. Majonezë vegane. Po, për sushin vegan përdorim majonezë vegane, të cilat gjithashtu e bëjmë vetë. Si bëhet, jam shumë kurioze. Majoneza vegane është një recetë që normalisht shumë pak thonjë se është një recetë sekrete, por që dy ingredientë kryesore ka qumshin e sojas edhe vajin e ullirit. Okej. Është një normalisht është shumë e shëndetshme se majoneza normale. Edhe ne në kuzhinën tonë përdorim vetëm këtë majonezë që ne e bëjmë vetë. Do të ka dhe përbërës tjerë që shikuesit tanë do t'i bëjnë guess. Okej, s'ka gjë, ti shikues të bëjnë guess se çfarë ka? Normalisht si çdo recetë, si çdo restorant ka recetat e veta, edhe Velis ka recetat e veta që normalisht mbajmë ato receta, më kupton, kështu që le të mos i zbulojmë të gjitha. Do vazhdojmë me përgatitjen Xhema se sushi pothuajse të gjithë stafi i dritarës i ka shumë qejf sushit, edhe i pëlqen shumë, kështu që jemi të gjithë shumë entuziastë që sot do kemi sushi. Pra, cili është hapi i parë për të bërë një vegan sushi, një sushi vegan? Normalisht duke qenë se orizin në këtë rast e kemi gati, vazhdojmë me prerjen e perimeve. Okej. Sushi, normalisht për ato persona që dëshirojnë ta bëjnë në shtëpi, pjesa e brendshme e karrotës, gjithashtu edhe kastravecit nuk përdoren, sepse te pjesa e karrotës është pak e fortë, ndërsa te kastraveci është shumë e butë. Okej, kështu që merret vetëm pjesa e jashtme. Po, merret vetëm pjesa e jashtme që dalë edhe sushi, forma sushi dalë rregull. Si që thamë, sushi normalisht hapet shumë kohët e fundit, por njerëzit
kërkojnë receta nga më të ndryshme, pavarësisht se numri i restoranteve çdo ditë shtohet, njerëzit provojnë në vende nga më të ndryshme. Siç thash, sushi vegan dhe vegetarian realisht ka një, siç e thash dhe në fillim për pjesën e algës, ka ose edhe fakti po thjesht që unë për vete nuk e konsumoj sushi me salmon nga jashtë, normalisht edhe shumë njerëz të tjerë nuk e preferojnë që të jetë sushi me salmon apo karkaleta, sepse nuk i durojnë dot, dhe normalisht edhe sushi vegan dhe vegetarian në treg është mjaft i rëndësishëm. Po, në fakt, sepse në fund edhe cilët janë përbërës, ndoshta për gjithë skeptikët, sepse ashtu siç kemi sushi lovers, ato që duan sushi, kemi dhe persona që sushi nuk e duan, dhe në fakt gjema një shprehje që unë kam dëgjuar është sushin ose e pëlqen ose nuk e pëlqen. Domethënë nuk ka një person i cili e konsumon sushin, po thjesht e konsumon siç unë konsumon oriz ose diçka tjetër. Nuk diskutohet. Pasi prem perimet, vazhdoj me mbushjen e algës me oriz. Okay. Normalisht përpara se të vazhdoj me marrjen e orizit, do t'i lagim pak duart, sepse orizi sushit ngjit. Hapja në algë do të jetë në mënyrë të njëtrajtshme. Në këtë rast ne do bëjmë sushin me oriz nga jashtë dhe sipër pastaj do i vendosim avokadon që do shikojmë pak më vonë. Gjithsesi mënyra e përgatitjes është me oriz nga jashtë. Okej. Hapja e sushit në algë realisht është mjaft delikate, sepse nuk duhet ngjeshur. Siç do besoj e shikoni, që mundohem që gjatë gjithë kohës të punoj vetëm me majat e gishtave, që orizi mos njësë, sepse nëse vazhdojmë dhe ushtrojmë peshë të madhe mbi orizin, ai do ngjishet me njëri tjetrin dhe ti kur ta konsumosh sushin, nuk do arrish ta shijosh ashtu siç duhet, sepse edhe kur konsumon sushi, ai orizi do të hapet në gojë, kupton, do jetë kokër që ta ndjesh më mirë atë shijen e tij. Ndërsa nëse e ngjit mjaft, pastaj atë ndjen vetëm një formë një trajtme që bashkohet. Okej. Një këshill shumë e mirë kjo për ndoshta ato që nuk janë shumë profesional dhe e ngjisin tek alga. Do ta bëni me kujdes. Gjithsesi duhet të thënë që sushi është një nga ushqimet më të shëndetshme, apo jo? Është një ushqim i shëndetshëm, gjithashtu duhet të përmendja edhe, siç e thash edhe pak më parë, që shijet janë nga më të ndryshmet, kudo provon shije të reja, nuk është sushi nga ato pjata të cilat shkon në një restorant ke një sallatë fikse, sallatë Cesar apo sallatë fshati. Sushi normalisht ka receta të ndryshme. Pasi e vendosim orizin dhe jedhim pak susam. Edhe susami është mjaft i rëndësishëm për sushin. Pasi hedhim susamin, e kalojmë algën nga krahu tjetër. Bëjmë pak vend që të vendosim dhe perimet dhe tani në sushi vegetarian mund të përdorim Philadelphia. Në këtë rast, siç e thash, kemi përdorur majonezën vegane. Ka shumë të huaj realisht që vinë në restorant dhe gjëja që gëzohen më shumë është që provojnë sushi vegan. Okej. Kjo është sepse janë shumë të rralla vende që mund të provosh një sushi vegan. Po, është vërtet. Unë kam parë dhe kam provuar edhe sushi me mish, domethënë, imagjinoja. Domethënë ka receta të ndryshme në idenë që sushi me vërtet mund të jetë vegan, por mund të jetë edhe sushi që pjesën e sipërme ka me mish, me salmon, me patjetër. Tuna. Gjëja e parë që vendosim tek sipër majonezë është avokado, sepse mundohemi që çdo perim që ka bazë më të madhe e vendosim të parën, kupton që në mbështetje pastaj ta kemi me kollaj. Okej. Normalisht duke qenë se të treja, karota, kastraveci dhe mangoja kanë formë të pothuajse të njëjtë, i vendosim pa ndonjë rregull të caktuar. Okej. Ky sushi normalisht mund bëhet dhe pikant, i shkon shumë, por gjithsesi unë sot kam zgjedhur Pikant çfarë do i shtonin për pikant? Mund të shtosh tabasco ose në rastin tjetër mund ta shoqërosh me wasabi. Po.
Pasi kemi vendosur të gjitha, atëherë vazhdojmë mbylljen e... Momenti i së vërtetës. Po. Atëherë, momenti është që kapen gjitha perimet, që të mbahen, që mos dalin jashtë, edhe vazhdon mbështjellja me shumë kujdes. Pasi kemi ulur pjesën e orizit tek alga, vazhdojmë palosjen. Okej, nice. Edhe shtypjen. Që forma e sushit të jetë e rregull. Do të punoj pak me talier. Dhe vazhdon dhe shtypja anësore. Ja, pra ky është ai sushi pa algë. Po, fiks. Të vendosim, si që thashtë në fillim, dhe bëjmë avokado sipër. Edhe vendosi avokados realisht është pak delikate për të dalë sa më bukur dhe sa më korrekte. Në duhet dhe prerja e hall, super. Sigurisht që po. Pasi vendosim avokadon, vazhdojmë me hedhjen e susamit. Dhe me shtypjen që avokadet e ngjisim me orizin. Edhe shtypja e avokados duhet të bëhet me delikatesë, që të jetë Don teknikë pjesa e sushit. Po, sushi përveç teknikës realisht do një strukturë të rregullt. Si ai me peshk apo edhe ai vegetarian, edhe vegani do të ketë një strukturë. Tani vazhdojmë me prerjen. Zakonisht një sushi ka 8 maki, edhe pse ka vende që mund ta presin edhe më shumë apo më pak. Gjithsesi ne zakonisht e presim me 8. Po. Për shumica shpesh herë ndoshta njerëzit nuk dinë as si përdorin chopsticks dhe ndoshta nga rasti që ke parë në edhe në restorantin tënd, Xhema, mund të ndash ndonjë moment që ndoshta ato thjesht e kanë kapur sushin me dorë ose me pirut, çfarë kanë zgjedhur? Shpesh herë ndodh. Patjetër që po. Kjo është diçka normale. Është diçka normale, okay. Të janë tuaj? Edhe kjo është një ndër sushit më të preferuar në Po, nuk e vënë dyshim. Se pak po të shohësh të gjithë përbërësit dhe për gjithë skeptikët e sushi që thonë okay, ndoshta mua s'më pëlqen sushi, të gjithë përbërësit të ndarë veçës, nga me sikur që i konsumojnë. Por shkruaj ideja që sushi, jo alga, jo, e ke parasysh dhe sushin duhet edhe të mësohesh pak me shijen, por gjithë përbërësit janë shumë të mirë, më mendoj i konsumojnë shumica për jush. Normalisht një sushi duhet patjetër që të shoqërohet në shumicën e rasteve të shoqërohet me sajtin e sojës, sepse e plotëson në shije, i jep atë kripën që dëshiron sushi për të ndjerë të kënaqësinë. Okej, super. Okej, e kemi sushin të përfunduar, pra miq të dashur. Një super pjatë e shëndetshme për gjithë sushi lovers e di tani që po kanë shumë net sepse sa herë shohin sushi ose janë afër një restoranti sushi gjithmonë ka atë ndjesinë sepse është shumë e mirë. Pra gjitha hapat se si mund ta përgatisni i ndau me ne Chef Xhema, të cilët jo vetëm i gatoj këtu në dritare me shumë dashuri, por dhe tek Veggies mund t'i gjeni një nga sushit më të kërkuara thai, pikërisht sushi vegan, që është shumë i shëndetshëm por edhe shumë i shijshëm. Xhema, shumë faleminderit që ishe me ne, që na solle pak kulturë aziatike këtu në gatuaj në dritare dhe jemi shumë të lumtur tani që do i provojmë dhe të gjithë ju që doni të bëni, pra i keni gjitha hapat. Unë mendoj ta provosh tani që tash. Tani direkte dhe për chopsticks i ndajmë
Okej, unë nuk kam fuqies të për. Here we are. Jemi gati t'i provojmë, i bën edhe ju bëft mirë. Ndërkohë që unë shijoj sushin vegan super të mirë që përgatiti Shef Xhema për ne, Shef Xhema ndërkohë po konsumon gliko patillxhani që ne kemi këtu në dritare dhe për gjithë ju që doni të ndiqni recetën se si bëhen sushit vegan, mund të bëni subscribe këtu në Dritare TV për ta ndjekur gjithë recetën. Shef Xhema, faleminderit. Faleminderit juve.